Ish banore e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Livia Brunga, ka treguar për raportin e saj të veçantë me Rozana Radin, duke cilësuar atë si një mbështetje të madhe pas daljes nga shtëpia më e famshme në Shqipëri. Në një deklaratë sinqert, Livia zbuloi gjësin e madh të Rozanës ndaj saj. Unë jetoj në Durrës, por Rozana më tha: "Jo, ti do vish në Tiranë." Më premtoi që sapo të dilte do të më jepte çelësat e shtëpisë dhe ashtu ndodhi. Sapo dola, motra e saj më dha çelësat. Kur vi në Tiranë jam aty, te shtëpia e saj. Ky veprim ka treguar miqësinë dhe besimin e madh mes tyre, duke dëshmuar se lidhjet e krijuara në botën e spektaklit mund të shkojnë përtej ekranit dhe të kthehen në mbështetje reale në jetën e përditshme. Nga ana tjetër, na duhet të rikujtojmë se Livia ka deklaruar se çfarë ka ndodhur brenda shtëpisë së famshme në Rozanën do ta lërë aty. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.